Kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar Gentian Gjyli është paraqitur paraditën e kësaj të hënë në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai u shoqërua nga avokati Andi Skënderi, i cili konfirmoi për mediat se thirrja në SPAK lidhet me hetimet për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Pas daljes nga SPAK, avokati Skënderi u shpreh se klienti i tij nuk është marrë i pandehur në këtë fazë, ndërsa theksoi se hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të procedurave të tenderimit. Kjo çështje është e njëjtë me atë për të cilën është marrë e pandehur zëvendëskryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, e akuzuar për veprën penale, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Hetimet e SPAK lidhen me ndërtimin e tunelit të Llogaras, pjesë e rrugës Orikum-Imar, një seksion i rëndësishëm i autostradës Vlorë-Sarand. Dosja u zgjerua pas arrestimit të ish-kreut të ARRSH-s, Ervis Berberi, në telefonin e të cilit hetuesit gjetën komunikime të cilat konsiderohen me interes për këtë hetim. SPAK pritet të thërasë dhe zyrtarë të tjerë që kanë pasur rol në procesin e tenderimit dhe ndërtimit të këtij projekti strategjik.